pra me data 12 ka një rëndësi të veçantë. Nëse ne kthehemi shikojmë edhe këto sondazhet apo pollet, pra aty ka një dallim të madh edhe nga një sondazh në një tjetër, pra kemi këto sondazhet e mediave europiane apo sondazhet e financuara nga NGO të ndryshme europiane, të cilat e nxjerrin opozitën e bashkuar në 10 dhe me raste edhe 20 pikë përpara. Kemi gjithashtu sondazhe të brendshme të financuara nga qeveria, të cilët e nxjerrin në Partinë Orbanit një diferencë deri në 7 apo 8 pikë përpara Fideszin, krahasueshmërisht me opozitën. Por unë do specifikoja në mënyrë të veçantë një sondazh që është ajo i McLaughlin, që është një sondazhues me shumë eksperiencë amerikan. Ai është sondazhuesi i Fox Newsit, por edhe i Partisë Republikane, Donald Trumpit, apo dhe i partive të tjera të djatha anë mban në përbot. Ai relativisht është përgjithsisht fakt do thoja ka rezultuar mjaft i saktë në sondazhet e tij, dhe unë i besoj sondazhet atij sepse ka një emër mjaft madh, nuk do besoj do rrezikonte si të themi reputacionin e tij. Reputacion dhe emrin e tij mjaft të mirë në tregun e sondazhuesve anë mban botës. Dhe ky sondazh e nxjerr partinë e Orbanit sërish në avantazh, me rreth 5 dhe 5.5 pikë diferencë. Gjithashtu nëse do bënim një krahasim edhe të sistemit elektoral që ka Hungaria, ne është i ngjashëm sepse ato kanë një sistem majoritar mix, pra si sistemi ynë i dikurshëm, pra janë 199 ulëse në parlament, nga të cilat 106 janë në garë të drejtë për drejtë majoritare, dhe pjesa tjetër ndahet me listë, pra kemi një sistem mix, si sistemi ynë i vjetër para ndryshimeve kushtetuese të 2008-s. Pra, po. Jo, doja të ndërhyja një moment, sepse le të shohim nga, le të themi, ana e kundërt ose të bëjmë avokatin e djallit të zotit Orban, duke qenë se është, le të themi, një kryeministër që shumë jetë gjatë në detyrë dhe synon një mandat të 5. Ata që e kundërshtojnë, ose le të themi tezat e opozitës, kanë qenë gjithmonë që ai ka manipuluar zgjedhjet, ka manipuluar kushtetutën, e ka bërë në favor le të themi të fitores së tij, ka ulur numrin e përfaqësuesve në parlament, ka vendosur le të themi një kontroll të jashtëzakonshëm ndaj medias etj për gjatë 4 mandateve të tij. Në zgjedhjet e 2022-shit edhe atëherë opozita u bë bashk në një konfiguracion ku kishte shumë parti, e megjithatë ai prap fitoi 2/3 e votave, pra le të themi fitoi bindshëm. Sot kemi një figurë e cila, siç e thash, ka dalë pikërisht nga e njëjta parti, pra Fidesz, është produkt i vetë Orbanit. Do doja të ndaleshim pak tek ky personazh, ky përfaqësues i opozitës këtë herë. Jo vetëm këta 2 figura, por i gjithë establishmenti i partisë re të krijuar janë njerëz që kanë qenë bashkëpunëtorë të Orbanit. Kjo është interesante. Kanë dalë nga partia e Orbanit, nga Fidezi, pra. Kanë mbështetje absolute nga Brukseli dhe nga vendet e tjera europiane, nga partitë, pra edhe partia si motor, pra partia popullore europiane i mbështet këta figura. Sigurisht në pas 16 vitesh ka një lloj venitje apo lodhje të qytetarëve hungarez me një figurë të fortë si Orbani. Nga krahu tjetër, nëse do bëni një krahasim me para 4 vitesh, pse opozita atëherë nuk arriti të tërheq votuesin hungarez, pra ishin totalisht kushte të tjera gjeopolitike. Sot kemi një luftë që është në kufit e Hungarisë në vetvete. Gjithashtu Orbani ka një ulje të mbështetjes së tij edhe për shkak se ajo luftë ka krijuar probleme ekonomike. Duhet të themi që i gjithë sistemi energjetik dhe i sistemi industrial hungarez është i bazuar në atë çka ishte infrastruktura energjetike, pra kryesisht me gazin rus, dhe kjo ka krijuar probleme të mëdha në aspektin ekonomik. Kemi një rritje të inflacionit, kemi një rritje të papunësisë, sigurisht që të krijuara nga kushte të veçanta, pra nga një luftë që ishte e paparashikuar nga si thosh nga leadershipi politik hungarez, po jo vetëm i Hungarisë, i gjithë Europës në vetvete.